Po nuk është kaq kollaj të bësh biznes dhe ke parasysh një gjë që biznesi është eksperiencë më vete. S'ke eksperiencë. Zero. Domethënë nuk Qofse do është të bëje, biznesi do nga kishe ato gjëra që Në një gjë të caktuar për shembull, të t'jap ide origjinale? Idera, që të shkojnë. sa duash. Më jep një ide. Ide origjinale fare, Po, që të mendoj se mund të shkojë. Të merre me Lokal kafe, po me tekengo me gota plastike, spektakolare. Oh, çfarë do të thënë spektakolare, domethënë ke fitime shumë. Nuk diskutohet. Po nga Po nga kafja ka raport shumë të lartë fitimi. A marrën burrë se këto legjenda, domethënë që ke Nuk është legjend bëjmë ne fare, janë shqiptarët pasuruar që, gjithë. Shife tjetër. 500 kafe do t'i shesësh ditë. Një se, po ja, këto llogarit i kam shumë siklet. Që ti të bësh një biznes dhe thua ja vlen apo s'ja vlen, minimalisht duhet shohësh një plan biznesi. Çfarë plan biznesi thuhet? Ja ta bëjmë plan e biznesit. Ha, ma bëj njerë. Komun Parisi. Ha, I ka 10.000 banor zona? I ka. I ka 10.000 banor. Po themi ajo zona qendrore, po. Sikur 5% vinë nga ata. Jo më shumë, 5% po të them. Ja 2%. Janë 200 veta në ditë. nuk e di. Ja ta them unë që janë 200 Nuk e veta në di. ditë. 200 kafe do t'i shesësh? Aha. Po. Sa lek? Sa shitet? 200.000 lekë. 200.000 lekë në Po. ditë. Xhiro. Vetëm kafja. Xhiro. Xhiro. Ha. 70% është se kafja ka shumë fitim. Okej, sa shpenzime do kesh? Po ja pra 70% është fitimi. Si më Iku. Në një ujë nuk do ta marrë një njëri se zoti fat buza njerëzve. Edhe një ujë do ta I marrin. bëre fitimet, po shpenzimet? Po pra një sekond. Po unë po them xhiro. Nuk po them fitim. Ore, Një sekond, Ju kuptosh një sekond. se një biznes është Një sekond. i mirë apo i keq. Mos e trash, pse e trash mua bim? Pse Si, s'ma po le pse? iden, pse s'ma le iden ta çoj deri në fund? Mirë, ma mirë, Dy kështu- tavolina birash nuk do të vinë darkë. Këto idera, nga këto idera. Dy tavolina birash do të vinë. Nga këto idera ka. Po ja pra, 6 milion mira në lek. ditë. 6 milion lek në muaj. Ku i bën ti 6 milion lek? Lë një menaxher, 2 kamarier, një banakier. Maroj, ide e kopsitur se komplet. ke bërë Kushta që s'kam bërë dhe s'kam dështuar. Dgjoj, ku dështove? Cili nga parashikimet ishte i pasakt? gjitha. Se me që e ke provuar, të gjitha. Ja, kjo ideja për shembull që e kanë shumica e njerëzve, që thonë, biznes, po çfarë, po pse do punoj për tjetrin? Po, vdes shqiptari tjetë si përmarrës vetë. Shiko, nuk është se Nuk e është gjë kanë keqe. keq. Po, ajo gjë që kuptoj unë, duke parë pak a shumë edhe eksperiencën e tim shoqi, biznesi nuk ka asnjëherë asnjë gjë të sigurt dhe do gjithmonë që ti të shpresosh dhe të fillosh po njësoj ditën e 1 milion, siç ke filluar ditën e parë. Te shtata.